Përshëndetje për të gjithë qytetarët e Kosovës, jemi live nga The Bahamas, shteti që sapo ka njohur Republikën tonë. Është vërtet një moment tjetër historik i të arriturave për Republikën tonë. Jemi jashtëzakonisht të lumtur që pas një pune të gjatë, pas një angazhimi të madh e intenziv të presidencës, sot këtu në kryeqytetin e Bahamas kemi nënshkruar marrëveshjen për njohje. Së bashku me kryeministrin Davis dhe njëkohësisht kemi nënshkruar edhe marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kemi pasur po ashtu një takim të jashtëzakonshëm ku kemi diskutuar se si do të mund t'i thellojmë raportet tona në fusha të ndryshme të interesit dypalësh. Ka vërtet potencial të madh në mënyrë që shtetet tona të afrohen edhe më shumë, ta përkrahin njëra tjetrën edhe më shumë, dhe jemi shumë mirënjohës për angazhimin e kryeministrit, ministrit të punëve të jashtme të Bahamas, të cilët i kemi takuar edhe në New York, dhe prej atij takimi jashtëzakonisht produktiv kemi qenë edhe me kryeministrin, edhe me ministrin si presidencë, kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, do të thoja të përditshëm, për të organizuar këtë vizitë, ku për vizitë zyrtare janë ftuar nga kryeministri dhe rezultoi edhe me nënshkrimin e marrëveshjeve, me njohjen e shtetit tonë dhe me shumë të mira të tjera të cilat do të vinë në raportet tona. E falenderoj edhe njëherë shtetin e The Bahamas, gjithë popullin e këtij shteti të mrekullueshëm, dhe shumë shpejt edhe do ta mirëpresim kryeministrin Davis në vizitë në Republikën e Kosovës. Lajmet e mira për vendin tonë nuk do të ndalen.